Ekipi I përbër nga pala e RMV-s dorëzoi tekste të reja të lëndës së historisë dhe shoqëri për klasat e 5-ta dhe të 6-ta, ku u diskutua për qasjen dhe metodologjinë e shqyrtimit të këtyre teksteve. Gjatë takimit është nënshkruar edhe proces verbali I mbledhjes së 31, ndërsa ka vazhduar harmonizimi I proces verbali të mbledhjes së 32. Gjatë takimit, Pala Maqedonase dorëzoi tekstet e reja të lëndës histori dhe shoqëri për klasat e 5-ta dhe të 6-ta, duke marrë parasysh realitetin e ri, u diskutua për qasjen dhe metodologjinë ardhshme lidhur me shqyrtimin e këtyre teksteve. Diskutimi mbi këtë temë do të vazhdojë në takimin e radhës. Theksojmë se ekipi Maqedonas, përmes një qasje proaktive për ndërtimin e besimit, vazhdon të punoj për gjetjen e zgjidhjeve të qëndrueshme mbi bazën e respektit të ndërsjellë për të drejtën sovrane të secilës palë për perceptime të ndryshme mbi të kaluarën. Ndërkohë, mediat bullgare raportuan se nga takimi nuk ka pasur përparim. Pavarësisht qëndrimit deklarativ të kolegave nga Republika e Maqedonisë së Veriut për punën efikase të komisionit, u konfirmuan dallimet në kuptimin e natyrës së tij. Takimi I ardhshëm I komisionit do të mbahet në gjysmën e parë të dhjetorit në Sofje. Kujtojmë se si rezultati I nënshkrimit të marrëveshjes së fqinjësisë së mirë ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë më 1 gusht të vitit 2017 u formua edhe Komisioni I Përbashkët Maqedono-Bullgar për çështje historike dhe arsimore.